Çaj shkon mirë me bol LDK-ja? Mas pari menoj që është me rëndësi me thonë se LDK-ja është partia e parë politike në Kosovë themeluar me 23 dhjetor 1989. Pra bazat e pluralizmit politik në Kosovë ka vendosur LDK-ja. Nominalisht LDK-ja është parti më demokratike se krejt parti tjera politike në Kosovë, për dy arsye. E para sepse LDK-ja është partia e parë dhe vetme në Kosovë, brenda cilës ka pas garë gjenuine për zgjedhjen e kryetarit. Gara mes Fatmir Sejdiu dhe Nejat Dacit, cilën e ka fitu Fatmir Sejdiu, dhe gara mes Fatmir Sejdiu dhe Isa Mustafës, cilën e ka fitu Isa Mustafa. Dhe e dyta, LDK-ja është partia e parë dhe vetme në Kosovë, kryetari i cilës ka dhënë dorëheqje për shkak të rezultatit dop në zgjedhje. Isa Mustafa në shkurt vitit 2021 dhe Lumir Abdigjiku në dhjetor vitit 2025. Në tonë se Lumir Abdigjiku nuk ka dhënë dorëheqje, por ka ofruar dorëheqje për cilën ka me vendos kuvendi LDK-s në fund të muajit janar. Menoj që është mirë Lumir Abdigjiku me dhënë dorëheqje të parevokueshme, sepse mundësinë ose shansën për me reformu LDK-n e ka pas për 4 vjet, po për fat keq nuk ja ka dalë, që dëshmoj edhe rezultati i 28 dhjetorit 2025. Çka ka ndodhur në LDK? Me 14 shkurt 2021, LDK-ja ka marrë goditjen më fatale në historinë e saj prej vitit 2006, kur ka vdek themeluesi dhe drejtuesi i LDK-s Dr. Ibrahim Rugova. Këtë goditje prej qytetarëve të Kosovës LDK-ja ka marrë për një mori arsyesh. Po kryesorja është se prej vitit 2006, kur ka vdek Dr. Rugova, e deri më sot, pothuajse konstant LDK-ja ka koketuar me Partinë Demokratike të Kosovës. Elektorati i LDK-s nuk e don PDK-n. Goditja 14 shkurti 2021 është përsëritur edhe me 9 shkurt 2025, po këtë goditje LDK-ja ka kamufluar përmes dy intervenimeve brutale të deviju dhe rezultatin e zgjedhjeve. E para është vjedhja e votave me post, vjedhja e votave të diasporës pra, dhe e dyta është blemja e votave përmes oligarkëve. Mirë po, ky devijim i rezultatit me 9 shkurt 2025 u demasku me 28 dhjetor 2025, kur LDK-ja nuk pat mundësi me vjedh vota me post dhe dy oligarkët nuk dhanë pare për me ble vota. Qa nuk do të me bo LDK-ja? E para është me rëndësi me u kuptu që elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e ka marrë as PDK-ja, as AK-ja, as NISMA. Elektoratin e LDK-s e ka marrë lëvizja vetëvendosje. Sa herë që LDK-ja ka koketu me PDK-n, AK-n e NISM-ën, po sidomos me PDK-n, elektorati i LDK-s u shashtrisë dhe ka ikë për LDK-s si pi dreqit e u shku e u strehu televizja vetëvendosje. Prandaj, seni kryesor që LDK-ja do të me bo është mos me koketu me PDK-n, po edhe mos me koketu me oligark e me hibrid. Qa duhet me bo LDK-ja? E para duhet me menu se a mundet me e kthy elektoratin që ja ka marrë lëvizja vetëvendosje dhe nëse po, qysh mundet me e kthy këtë elektorat? E dyta, Lumir Abdigjiku duhet me dhënë dorëheqje të parevokueshme. E treta, Lidhja Demokratike e Kosovës duhet me bashkëpunu me biznese dhe me media, me gazetar, po kursesi me oligarke dhe me hibrid. E katërta, në kuvendin që ka me mbajt në fund janarit, LDK-ja nuk duhet me zgjedh kryetar të ri dhe kryesi të re, po duhet me zgjedh një kryesi të punës. Detyra e kryesisë të punës duhet me qenë ristrukturimi dhe reformimi i LDK-s. Ky proces nuk duhet me u bo shpejt e sa për sy e faqe, po duhet me zgjatë deri në fund vitit edhe duhet me u bo në gjitha dekte, nën dekte LDK-s dhe duhet me konë i sinqert e i drejtë.